Ky që shikoni është një takim midis babait të drejtorit të përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj, zotit Agim Binaj dhe avokatit Muharrem Doku. Ky që shikoni disa ditë përpara është një takim midis babait të drejtorit të përgjithshëm në emisionin Veting, Ilir Binaj, opinionin e zotit për administratën tatimore dhe avokatit Muharrem Doku dhe konfliktet e interesit. Në fundit disa ditë përpara takimit me zotin Binaj, ka qenë ftuar në emisionin Veting për të dhënë opinionin e tij për administratën tatimore, punësimet dhe konfliktet e interesit. Unë jam kontaktuar nga pas një interviste që kam dhënë për emisionin Veting të tatimeve aktual në televizionit Agim Binaj. Unë jam kontaktuar nëpërmjet telefoni kemi ndërmjet takim të përgjithshëm të tatimeve aktual në takim zoti Agim Binaj, bar 4. Kemi biseduar nëpërmjet telefonit, kemi lënë një intervistë që kam dhënë. Ai zotëria në takim kishte lexuar gazetë bar 4. Kemi biseduar aty përshkruaj për gjithë intervistën që kam dhënë në Veting. Ai zotëria akuzonte mua se kishte lexuar gazetën Panorama. Kam përmendur emrin e tij dhe emrin e djalit të tij përshkruaj që gjithë i përgjithshëm emisionin Veting. Dhe më akuzonte kam thënë që unë kam dhënë intervistë emrin e tij dhe emrin e djalit të tij në mënyrë i përgjithshëm parimore edhe duke përmendur vetëm ndërkohë unë kam thënë që përmendur asnjë intervistë, pra i bie që kam dhënë intervistë djalin e tij në mënyrë as emrin e tij parimore edhe duke përmendur vetëm titullarin. Ligjin nuk kam përmendur ai më akuzonte, pra që unë kam përmendur as djalin e tij, takimi si fillimin e tij si baba shkoi i qetë i titullarit. Por diku ande nga puna ai më akuzonte që unë kam përmendur dhe takimi si fillim pa e themi shkoi i qetë, por më tha që ti do të hyesh kokën. Para 2 javësh redaksia Veting nxori disa nga shkeljet ligjore të kryet tatimorit Ilir Binaj, konfliktin e interesit me detyrën, cilën vazhdon edhe sot që flasim. Para 2 javësh redaksia Veting e babait nxori disa nga shkeljet ligjore të sektorin e auditimit Ilir Binaj, kundërshtim me ligjin e interesit me detyrën, konfliktit interesave, cilën vazhdon ligjin për procedurat tatimore. Edhe kompanitë e babait të tij Agim Binaj, profesori nuk do të vinte në sektorin e auditimit vetëm sepse ishte përmendur ligjin, emri për ndalimin e konfliktit interesave dhe ligjin për procedurat tatimore. Por profesori nuk do të vinte në takim vetëm sepse ishte përmendur emri i vet atij, por për të birin, kryet tatimorin Binaj. Ai erdhi kompania ose shkruan në biseda për çështjen e zotërisë, sepse denoncimi i fakteve nga redaksia i mbështetur me një analizë të ftohtë nga ekspertët e ligjit, ish drejtues të administratës tatimore dhe raportet e kontrollit të lartë të shtetit dhe fondit monetar. Denoncimi i fakteve nga redaksia i mbështetur nga ana e drejtorit të tatimeve, ekspertët e ligjit, se dërgoi ish drejtues të administratës tatimore dhe raportet e kontrollit të lartë të shtetit dhe fondit monetar. Agim Binaj do të kontaktonte ekspertët nga ana e drejtorit të tatimeve, i cili duket se dërgoi babain, konfirmuan shkeljet e gjetura nga Veting të thonë të vërtetën. Agim Binaj do të kontaktonte ekspertët duke përdorur forma presioni për ata që thjesht konfirmuan shkeljet e gjetura nga Veting.
Ky do të ishte fillimi I takimit ku do të zbulohej se zoti Binaj nuk ishte ardhur vetëm për vete, por edhe për të birin, aktualisht drejtori I përgjithshëm I tatimeve. Takimi do të ishte fillimi I takimit ku do të zbulohej se zoti Binaj do t'i përmendte vetëm për vete aktuale, por edhe për të birin, që tatimet aktualisht drejtori I përgjithshëm I tatimeve Ilir Binaj. Takimi do të merrte zoti Binaj me gojën e vet, pasi avokati do t'i kap gazetarët personalisht edhe shkeljet aktuale, të gjithë emisionet që tatimet po drejtohen nga djali dhe shkelje Ilir Binaj. Madje zoti Binaj me gojën e vet pohon se do t'i kap gazetarët personalisht, edhe pse në të gjithë emisionin renditen vetëm fakte dhe shkelje ligji. Nga biseda do të ridhini në pa faktet që emisioni I kishte ekspozuar, si kompania TPA Albania SHPK. Joakim Binaj zotron 2% aksioneve, por që sipas ligjeve, biseda do të ridhini në pa faktet që emisioni I kishte ekspozuar, si kompania TPA Albania SHPK. Joakim Binaj zotron 2% aksioneve, por që sipas ligjeve të birit të tij I ndalohej në mënyrë kategorike të merrte këtë detyrë.
Zoti Binaj e pranon vetë që kur kompania ka xhiro vjetore mbi 10 milion lek, nuk lejohet, por ai referohet kompanisë ASCCPA. Ndërkohë, anashkalon faktin që kompania Zoti Binaj e pranon vetë që kur kompania ka xhiro vjetore mbi 10 milion lek, nuk lejohet, por ai referohet kompanisë ASCCPA edhe ligji për procedurat tatimore anashkalon faktin që kompania tjetër tatimore Binaj që familjarët e tij ka xhiro vjetore mbi 10 milion lek. Argumentet e avokatit Doku cilnin edhe acarimin e procesorët tatimore i ndryshuar, pasi ish drejtori i tentative tatimore Binaj shkelje që kanë lidhje me të kenë kompani kryet tatimori Binaj. Argumentet e avokatit Doku do të cilnin edhe acarimin e profesorit Binaj, pasi ish drejtori i tentative do të zbulonte shkelje që kanë lidhje me kohën që kryet tatimori Binaj ka qenë në detyrë. Për të rast, kam një informacion që drejtuesja aktuale e drejtorisë rajonale të tatimore të Tiranës është e rekomanduar në pozicion. Kam një informacion që drejtuesja aktuale e drejtorisë rajonale të tatimore të Tiranës, pra është e komanduar në tatimore. Shumica nuk është pjesa më e mirë e drejtuesve janë informacion edhe gjatë kohës që unë kam ushtruar detyrën. Pra shkelje drejtorisë rajonale të tatimore, sepse shumica ose pjesa më e mirë e drejtuesve janë të gjithë të komanduar. Komandimet në detyrë është një shkelje nuk ka komandime e ligjit. Njëra nga drejtueset në administratën tatimore është Ervinda Lala,
e cila ka qenë drejtuese e komanduar në detyrë në shkelje të ligjit nga drejtori i përgjithshëm Binaj. Njëra nga drejtuesat në administratën tatimore është Departamenti i Administratës, e cila ka qenë drejtuese e komanduar në detyrë në shkelje të ligjit është nga drejtori i përgjithshëm Binaj. Si drejtoresha nuk ka dhënë provimin te Departamenti i Administratës Publike dhe tani në tetor 2025 është futur për të marrë provimin përfundimtar. Rasti konkret të parë bëj do të kesh me një drejtuese e cila është komanduar në atë drejtyrë. E dyta, që detyria e përgjithshme detyrat e një drejtuese të shpall vakanca të parë për pozicionet të atusim e pozicionit dhe në bashkëpunim. E dyta, me detyria e administratës e tatimeve do të shpall vakanca dhe pozicionet e një punës. Provim dhe në bashkëpunim për të me departamentin e administratës pozicionet e vendeve të punës. Që një gjë të tillë vakanca për sa ka mund informacion nëse kam parë dhe unë që s'ka njëftime të tilla për të vakanca, sidomos për pozicionet e vendeve për inspektor. Një gjë të tillë, nëse kam informacion që nëse kam parë dhe unë që s'ka njëftime të tilla për vakanca që janë kryer edhe gjykues, por as edhe për inspektorët e detyrisë përgjithshme dhe mendoj nga kërkimet e vetting rezulton se Ririnda Lala ka filluar punë si drejtuese e kabinetit të kryet tatimorit Binaj në nëntor 2024, ndërkohë që deri në fund të dhjetorit 2024 rezulton se Ririnda Lala si aksionere së bashku me drejtuese e kabinetit të kryet tatimorit Binaj në nëntor 2024, sot ndërkohë që deri në fund të dhjetorit 2024 SHPK rezultonte si aksionere së bashku me Marsida DD dhe kompania SHPK. Në 16 dhjetor 2024 Lala do t'i dhuronte aksionet e kompanies Marsida DD SHPK. Gea faktikisht ka qenë aksionere në një kompani private, tregon një konflikt të mundshëm interesi. Në 16 dhjetor 2024 Lala do t'i dhuronte aksionet e kompanisë Marsida DD. Bien ndesh me ka qenë aksionere në një kompani private. Problemet me emrimet tregon një konflikt tatimore janë të hershme dhe si personat e tatimit kanë qenë të tekstuara në biznes që ka qenë deputetit Cenoklosi, që është bien ndesh me veprimtarinë e tyre. Dhe problemet me emrimet në administratën tatimore janë të hershme dhe aktuale, pasi kanë qenë të tekstuara në kohën që ka qenë deputetit Cenoklosi, që është në nënhetim për mashtrim dhe falsifikim dokumentesh. Kur një titullar ose një punonjës ka ndaj titullit që ta kushtrosh presion provimit në departamentin e administratës qendrike të komanduar ata janë vetëm lehtë nuk për të shantazhuar ndaj atij titullit të kushtrosh presion. Rruga që ata gjatë kryerjes së zgjedhjes, por në qendër të komanduar. Gjë konfirmuar nga raportet e fundit të kontrollit të lartë të shtetit. Me sa duket presioni në administratën tatimore nga personat që drejtojnë apo personat e lidhur me ta. Shkelja e ligjit konfirmohet nga raportet e fundit të kontrollit të lartë të shtetit. Me sa duket presioni në administratën tatimore nga personat që drejtojnë apo personat e lidhur me ta. Shkelja e ligjit është fakt. Ky është vetëm njëri prej rasteve që ne treguam sot, ku babai i kryet tatimorit Binaj kërcënon avokatët që thjesht kanë folur për provat dhe faktet që ka ekspozuar vetë. Ky është vetëm njëri prej rasteve që ne treguam sot. Avokati Muharrem Do, babai i kryet tatimorit Binaj, kërcënon avokatët që thjesht kanë folur Ilir Binaj provat, deklaron se do t'u drejtohet institucioneve legjizlatuese. Avokati Muharrem Doku, që ka qenë viktime presionit të familjes së kryet tatimorit Ilir Binaj, deklaron se do t'u drejtohet institucioneve legjizlatuese. Në vazhdim të këtij materiali, do të ndiqni emisionin e kaluar për problemet e administratës tatimore, ku dalin shkeljet ligjore të drejtorit aktual, ku babai në vazhdim të këtij materiali duhet të kishte shitur emisionin e kaluar për problemet e administratës tatimore, të mos e kishte shkeljet ligjore të drejtorit aktual, nuk ka ndodhur. Babai i vet, Agim Binaj,
duhet të kishte shitur aksionet, ose vetë kryet tatimori duhet të mos e kishte pranuar detyrën. Administrata tatimore që nuk ka ndodhur. përballet me një krizë serioze besimi. Raportet e institucioneve ndërkombëtare si Fondi Monetar